po ashtu procesi I intervistimit të kandidatëve të bordit të RTS është I 20 ose 21 kandidatë aktualisht me që dolën nga salla ku po mban intervistat, që po interesohet, disa prej tyre nuk janë paraqitur. Ka pasur një rast që njëri ka thënë që është në Gjermani, sepse është lajmëruar mbrëm. Dhe ato çfarë I përmendi Sonja Kosari, pra prej vërejtjeve tona dhe pse konsiderojmë që ky proces tashmë është komprometuar, është pikërisht kjo nguti e jashtëzakonshme, ky presion I jashtëzakonshëm që I bëhet edhe administratës së Kuvendit të Kosovës, që zakonisht bën një punë të shkëlqyeshme për të asistuar në proceset brenda Kuvendit, për ta kryer pra këtë proces para 28 prillit. Ka pasur kandidatë që janë lajmëruar mbrëm pas orës 21, rreth orës 22, që të vinë sot në orën 19 në intervista, dhe gjithashtu I pjesa tjetër atyre që të interviston nesër nuk janë lajmëruar deri pas orës 16, sepse stafi pra ka qenë I zënë me procesin e intervistave që veç po ndodhte sot. Dhe kjo është vetëm një prej atyre që I shohim si problem, pra dhe shqyrtimi I dosjeve, standardet që janë përdorur për t'i eliminuar disa kandidatë për të mos I ftuar, që është konsideruar që bie ndesh me 27 për shembull të ligjit të RTS, dhe një mundësisë disa kandidatë dhe pastaj kthimi edhe për të tjerët që t'i plotësojnë dokumentet më shumë se 2 herë. Nëse ju ka munguar për shembull njerëz që ka munguar CV-ja, që është bazë kur aplikon diku, edhe ka pasur pra shumë momente I KPM-s ende as është mbledhur komisioni sepse ka dëshuar korumi dje për t'i shfrytzuar këtë CV. Pra gjithë kjo nguti, kjo formë sot në mëngjes në orën 9 kur nisnin para se të nisnin intervistat, u dakorduan deputetët për metodologjinë dhe pyetjet. Kjo do të duhet ndodhte shumë më herët dhe si kandidat dashur dhe deputetët I pranë do duhet të kishin kohën e mjaftueshme që procesi të jetë I dinjitetshëm. Dhe Rexha, një pyetje. Pra, procesi ka 2 meta, edhe në procedurë, por a lësh jetë keq edhe kjo tek çështja e dhënies mundësisë më shumë se 2 herë për t'i plotësuar dokumentacionet? Është teknike përderisa ka përdorim të standardit të njëjtë për të gjithë, do duhet të ishte okay, por pikërisht nuk ndodhte kjo nga monitorimi që kemi bërë, pra duke sikur kishte favorizim që disa kandidatë të jepin një mundësi për t'i plotësuar dokument dhe pastaj kthej edhe deri tek të tjerët. Në përgjithësi, ajo çfarë kam parë nga intervistat është shumë lë për të dëshiruar kualiteti atyre që kanë garuar në kuptim të misionit e vizionit që kanë për zhvillimin e RTS. Nuk di prave, nëse kjo lidhet me këtë kohën e kufizuar, por shumë prej kandidatëve sot duket se kanë ardhur të papërgatitur për të përgjigjur pyetjeve të deputetëve. Dhe sot do të interesohen, besoj që do të shkojë deri në orën 20, edhe pse është thënë që duhet të përfundojnë në orën 18 pas 20 minutash, sepse ka shumë kandidatë janë mbi 70 në RTK, prandaj nuk mund të interesohen mbi 70 kandidatë, nuk mund të ketë proces të pranuar, të dinjitetshëm, profesional, meritor për 2 ditë në intervista mbi 70 kandidatë. Është thjesht e pamundur edhe koncentrimi edhe I deputetëve, edhe I kandidatëve që në fakt presin jashtë derisa të viralla për të thirrur natyrisht që bie, ndërkohë KPM-ja javën tjetër kemi këtu tek RTK edhe mediat kanë raportuar për disa persona që kanë lidhje të afërta me vetëvendosjen dhe që synojnë të bëhen antar, kurse tek KPM-ja kemi 2 kandidatë, Vleta Aliu që është ish antar dhe që është përkrahasuar për vetëvendosjen, dhe Besnik Berishën, kryetarin e zgjedhur në mënyrë të jashtëligjshme si kryetari I KPM-s për një vit me vendim të Gjykatës Supreme, që të 2 kanë aplikuar, do të thirren gjatë javës së ardhshme për intervistim, dhe kjo automatikisht pra I jep shije të keqe procesit në atë që ne e shohim si një përpjekje të vetëvendosjes për të vazhduar, sepse edhe ashtu I ka në kontroll të madh që të dy institucionet për të vazhduar kapjen dhe kontrollin e këtyre 2 institucioneve të rëndësishme.